Ka i Rogerti, Ka i ka po jo? Ka i ka po jo? Ka i. Se mos është im qiko. Ua, publiku shqiptar e vërtetut, nuk e di. Më në fund i dashur Ledion, unë po ullin Stefan. Atere, jam me ju si që dhe kuptuat, Rogerti është i pari që lë shtëpinë sonte, si më pak i votuari për të fituar, dhe pash një lloj gëzimi mes jush, sikur apo jemi gëzu për veten tonë. I dashur Ledion, mbas ku di unë 2 muaj e ca, 3 muaj, unë po ulem prap të ka i vëndi që kam filluar Big Brother. Dhe falinderit publikun që nëzori jashtë Rogerti, dhe më thënë. Kam përshtymen po shtrëngoni nofulla tani, se koha sa vjen edhe bëhet më e ngushtë. Jeni 3, por vetëm 1 fiton këtë Big Brother. Kështu që do duhet të bëni edhe pak llogarit me ankthin edhe me stresin. Si ti bëjmë pa mirë? I cili vazhdon të jetë pjesë e juaja edhe pak. Pa Rogerti në shtëpi më. Ha, si është jesh pa Rogerti në shtëpi? Ja, kështu qetë. Më në fund. E disha shirën një afati Ledion që sa për diskutonim dhe tha të dalë shikatur si tha është dështimi më i madh i këtij Big Brother. Nxjerrë s'ke bërë asgjë. Po jam shumë e lumtur që publiku shqiptar ka gjykuar ashtu si duhet, edhe më vjen keq që bëri këtë lojë të ashpër dhe nuk e çoi gjykundi, duke pretenduar se mund të dilte fitues si këtij edicioni. Unë them që e ka penalizuar shumë Ledion. Unë them që e ka penalizuar shumë ajo hyrje që bëri mbas gjysmëfinales, sepse ai u rikthye përsëri tek ai Rogerti ditës 1, e kishte ndarë mendjen që do ishte vetëm ashtu, por besoj se publiku e ka parë shumë mirë që në fund të ditës duhet fitoj njerëzilliku dhe jo agresiviteti. E qartë. Po ju lë dhe pak me njëri tjetrin, mbyllim lidhjen me shtëpinë.